unë e kishëm një pyetje të ti. Dhe më thonë, këto xhallarëve, Allah i vetëm se ti ta ka mundësu të pari për çfarë punë me bë për pajtimin e xhaxhit. Ja ka dhe qenë. Unë e kujtova tash pak, më thonë Kosovë, nga këtu ka shkupi Mallaferitin e kena një për si punë. Më thonë, kur shkon për kësi vene, kur ballafaqohesh me çasi punë, a ekziston ajo si përpara të shqiptarët që janë, kur ka shkuar ndërmjetësuesi e kanë prit si mik. Po. Ose se këshirë mësën nëse ka quar miku, edhe këtë e merë si armik. A ka mik pritja do të shqiptarët ajo. Edhe si ballafaqohesh me këto puna. Mos bukon do thotë që do që më thonë traditat bukura që i kena na si popull si sen, nuk mund marrë dhe të pajtimi. Po hala do thotë mesin e popullit musliman do thotë ka burra të mirë, të cilët do thotë i ndjekin traditat fetare, të cilat do thotë i kena pas të mjelta me gjyshe, stët gjysha apo këto. Edhe ka do thotë bes hala, edhe ka do thotë burra të mirë, edhe për ata arsye që ka do thotë kjo mirësi vjen te pajtimi. Inshallah Allahu dhul xhelal ata të cilët kanë hallë dhe siklete dhe derte, jo mundson do thotë me i hek këto hallë dhe derte. Por na duhet me kuptu një sen, se kur vjen një vllai jot te shtëpia jote për me të lutë ti me të pajtue, ai ka për problemin tanë, jo për problemin e vet. Edhe çaj njeri i cili e kupton këtë punë, që ka ardhur do thotë për problemin tanë, apo kupton? Atëherë ai ka bereqet. Ama çaj i cili nuk e kupton që ti ke shku për problemin e tina, atëherë do thotë ai çon i natë dhe në udhë billah do thotë përfundon keq. Unë pi përvojës teme që të në Shkup, ka pas rast, sidomos me disa të ri, e kum pajtu një herë, e kum pajtu për s'dyti, e kum pajtu për s'treti, kër kum shku do thotë për s'katërti me pajtu, e kum pa po këtën që ki njeri nuk shkon lartë. Edhe kur kena dalë për me gjlisit, me atë njerin shka po shkoj, do thotë pajtir për i thamë go, që ki njeri nuk e ka lartë. Edhe me të vërtet nuk shkoj pak kohë e vrajtën. E kur e vrajtën tha, hosh ti qyshe dite. Po e dita për atë arsye se çaj që shkon shtrem shkon, a vërtet. Ama çaj që shkon drejt, shkon drejt shkon, a vërtet. E për atë arsye njeriu do thotë nuk duhet me shku shtrem. Mundet një herë me shku, mundet dy herë me shku, mundet tre herë me shku, a vërtet. Ama kur vjen dikush e të lut për të mirë, dije se ato të lut për të mirën tonë. Sonë s'kam hall, s'kam siklet, as nuk jam të mbrojt shpinën pi kërkujna. Do thotë nuk u marr thjesht për të mirën tonë. E shtahi, ai, nëse e kupton këta si mirësi, edhe nëse do thotë e largon shejtanin, se shejtani është ai i cili i nxeh gjakna të njerëzit, ka përcen mirë. Ama çai i cili nuk don me ngu fjalët e Allahut, edhe fjalët e burrave të mirë, atëherë vetin e merr në qafë. Ose e merr në qafë do thotë familjen. Sikur shpesh herë për shembull, kum pa për shembull babi keq. Edin, mos smunut ai me dalë mu për la, jo si në gjemë të mi, si mos deli me mor hakin. Nuk ka babi mirë, aja glub baba, do thotë babi keq, sa i baba i mirë, do thotë i runë gjemë, edhe nuk i shon, do thotë gjemë na për belaja, nuk i shon, do thotë gjemë na për taksirat. Por zakonisht, do thotë edhe hasmi duhet m'ia gjetën një njeri të mirë, shka shkon edhe azbut zemrën, edhe shka shkon i qon llafe të mira, se zakonisht na kupton shumica e belave në mesin ton bëhen prej thashë thameve. Ha? Bëhen prej thashë thameve, jo pi seneve të mira. Po, më tha, ngova, e pash, pa e pa hiq, e din. Ha? Pa e pa hiq. Bile bash sot po neja, pëtën, me një njeri edhe pe ka zonë një shemull shumë interesant. Ja pas kanë gjitë një gruj, sa pëtën një iftire. Qaja gruja po flenë me qenë. Edhe 3 veta. Filan gruja me qenë. E shkun të kadia, kur shkun të kadia nuk pishtit të tret, bash, po, veqa veç. Ti filan, po thu që filan gruja me qenë, po, a i qeni qëfar boje kish pas? Valla i bardh ke. Mirë, atë qetër për mërë ishtin qëtër shumë. Ti po thu me qenë, po, a i qeni qëfar boje kish pas? I zike. Po ti, po thu me qenë, qëfar boje kish pas? I kuqke. Dhe tha, po, nuk ka një qenë, ka 3 qenë, ka. Qka e pët me kuptu kjo? I pët me kuptu i ftire kjo. A mërvesh. Edhe në shumicën e rasteve, e din kur ti marrësh njerëzit edhe ti shtish veta vet me fol, e shet që s'ka kur gjon veç muhabet. Ha? Veç laf. E vëtën. E shejtani çda e ka? Do thotë shejtani nuk ka armë. Shejtani ka veç vezvese dhe ka veç laf, edhe veç muhabet, derisa të mushet me një tjetër, ku të mushet me një, e po dalin e pra. Pjaf shif flamën këtij. Frek një ditë ka një postim në internet shumë i mirë, s'pedia e keni pa apo jo. Një djalë
pifshin kerët, gjomat pifshin. Edhe qëtaj një pasanik i madhë shumë për ka përcen, edhe ki pja banë atina pasanik i shtu me doraj, as nuk përdo me përshëndec, për dija e kini parë në për një të në. Edhe ma në fund shkoj të dera ati, pja më shon të gjomë, tak, aj, kështu, iko, tak, aj mo, u dosa ati tajt ta shirë një 5 dinar të gjallë. E qeli veç pak për me edhon, ta otis, du 5 dinar, kuletat kara. E kule pa kuletën, i ratë fikna për tërë. Ashtu që shka problemi, na shumë seni i morë me dyshim. Edhin, pale shka ka me më thonë ki, pale shka me nënë ki, edhin, me pale nuk shkon në gjenet. Po, do të të shkot me fakte, me argumente. Ashtu që do të të gjithmonë do të me pasën mendim të mirë. Mos me gjyku me një vej. Mos me gjyku do të të para vaktit, po me pasë mendim të mirë, edhe me këshirë se pse ka artë të qejo. Anë shumicën në raste gabimisht do të të ndodhin gjona. Për të nuk ndodhin bash taman, pse do të ndodhin. Inshallah Zoti na udhëzon. Këtë na zbul gjakna se na shqiptarët na pak të nxehta, kupton. Pak më tepër se sa duhet. Njëherë shkova me një çfarë veni, shtetet Skandinavisë sa gjë, dhe ka përcim për rreth një xhade, ajo xhade ishte ket me piona, kupton. Edhe ai shqiptari po don më ka dhu një ders. Tha hoshta ai tha pse pin këto? Thash jo se di, tha për më nxe. Thash për shqiptarët nuk pas ka nevojë me pihe se na sa të nxehtin. Shqiptarët s'ka nevojë me pihe, se i nxehta sa era vetëm. Ato do të më pinë njërë më nxe, po masanena më bo bura. Allah i na rujt inshallah.